mbrëm kryetari i VMRO-DPMNE-s, zoti Kristian Mickoski, para gjithë opinionit publik në Maqedoni, e zbuloi hapur thelbin e politikës së tij. Qëllimi i këtyre zgjedhjeve është që BDI të zhduket nga skena politike. Me këtë, Mickoski e konfirmoi vërtetësinë e asaj që BDI e ka thënë me muaj të tërë. Mickoski dëshiron të jetë ai që vendos për shqiptarët dhe në emër të shqiptarëve. Kjo platformë ideologjike e rrezikshme, për të cilën kemi paralajmëruar vazhdimisht, tashmë doli në pah. Ideja e Mickoskit, vegël e projektit famkeq të botës serbe, është të pengojë bashkimin dhe përfaqësimin e fuqishëm të shqiptarëve. Vetëm në këtë mënyrë, ai dhe patronët e tij nga veriu do të mund të vazhdojnë të poshtrojnë popullin shqiptar, duke mbajtur në pushtet politikanë shqiptar të nënshtruar e të dobët, si ata të Vlenit, që heshtin vetëm për të ruajtur karriget e tyre.